Riviera shqiptare po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje në mediave ndërkombëtare të turizmit, të cilat e përshkruajnë Bregdetin shqiptar si një nga destinacionet më të bukura dhe ende të pazbuluara të Europës. Në një artikull të publikuar nga revista amerikane udhëtimeve Travel and Leisure, shkrimtarja amerikane Ada Calhoun e cilëson Rivierën shqiptare si një alternativë të përballueshme kundrejt Côte d'Azur në Francë, duke vlerësuar plazhet me ujëra të kristalta, fshatrat prej guri dhe trashëgiminë e pasur historike. Autoria tregon përvojën e saj gjatë një udhëtimi një javor në Himar, ku mbeti e impresionuar nga peizazhet natyrore, mikpritja shqiptare dhe qetësia që ofron zona jashtë sezonit turistik. Ajo përshkruan plazhin e Livadhit si një nga më të bukurit në Rivierë, me guralec të bardhë, ujëra të kthjellta dhe kodra të mbuluara me ullinj. Në artikull përmendet po ashtu edhe rruga panoramike përmes qafës së Llogoras, të cilën autoria e përshkruan si spektakolare, me pamje mbreslënse drejt detit Jon dhe pyjeve me pisha. Gjatë qëndrimit në Himar, Calhoun vizitoi edhe Himarën e vjetër, ku eksploroi rënojat antike, si dhe kishat historike, me styre kishën e Shënzergjit dhe Shëmbakut. Ajo ndalet gjithashtu në restorante tradicionale familjare, ku provoi gatime shqiptare si djathi i skuqur me mjalt, peshku i freskët dhe rakia tradicionale. Një tjetër ndalesë e veçantë ishte edhe që paroi sipër fshati karakteristik me shtëpi guri, si dhe rrugica të ngushta, që sipas autores ruan ende atmosferën autentike të Shqipërisë së dikurshme. Artikulli evidenton edhe përpjekjet për restaurimin e banesave tradicionale dhe kthimin e tyre në bujtina turistike. Përveç natyrës dhe historisë, artikulli vë në duke edhe kostot relativisht ulta të pushimeve në Shqipëri, krahasuar me destinacionet e tjera mesetare, faktor që po e bën Rivierën shqiptare gjithnjë më të rejse për turistët ndërkombëtar. Në fund të artikullit, autoria e përshkruan udhëtimin në Shqipëri si një përvojë shlose dhe rigjeneruese, duke e theksuar se u larguan nga vendi me ndjesinë e qetësisë dhe dëshirën për t'u rikthyer sërish.